jo vetëm që i thoshte o baba im e të tjera, por në një moment Ibrahimit a.s. kur baba ju përgjigj me shprehjet negative dhe i tha, unë tha nëse ti vazhdon kësaj le arjumannaka wahjurni maliya, unë do të detyrohem, pastaj baba i thotë e kërcënon, do të detyrohem që të dënoj, të rrah, të godas. Ibrahimi a.s. çfarë përgjigje i pati? E pati një përgjigje që më vonë do të lesohet se ka bërë gabim fetar. Tha se astaghfiru laka rabbi. Do t'i lutem Zotit edhe pas këtij devijimi që ki, pra për ty, që Allahu të falë. Pra Ibrahimi a.s. kishte vërtet derte, kishte gajle udhëzimin e babës. Nuk e kishte gajle triumfin. Djali i ri, vajzë e re, që ballafaqohesh me ndonjë prind ose ndonjë të afërm që gjoksi i tij nuk është hap për udhëzim sikur që është hap gjoksi yt. Absolutisht është gabimi shumë hoxhallarë që mundon edhe ty të demotivojnë për udhëzimin që ke. Megjithatë, është mirë që ta bëjmë një balancim. Ti mund të kesh një egërsi në fillim, mund të duket se dhe ke të drejtë këtu në këtë pjesë. Në vend se babai të ishte ai që ty të udhëzoj, të edukoj në fëmijëri, ta bëj të dashur Allahun xhalla xhelaluhu, ti këtë e ke gjetë në rrugë, e ke gjetë diku tjetër, ke gjetë pra udhëzimin krejt jashtë saj dhe kjo të nevrikos. Kjo të bën jo komod. Dhe shtoja kësaj, pse unë nuk udhëzohem në familje, pse unë nuk i mora këto mësime në familje, sepse në familjen time nuk po dëshiro ka askush që të jetë i udhëzuar. Kjo të bën edhe më shumë nervoz. Kjo të bën edhe më shumë të pikëlluar dhe të mërzitur për faktin se ti je në vazhdimsi në një rreth që ata nuk po e duan Allahun, nuk po e duan xhenetin, nuk i ruhen xhenemit, nuk mendojnë për vdekjen, për ringjalljen e gjëra të tjera të kësaj natyre. Andaj, edhe ne po themi pra se Allahu xhalla xhelaluhu në këtë rrafsh kur prej neve ka kërkuar që të jemi të udhëzuar, ka kërkuar po ashtu të jemi të butë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha فبما رحمة من الله لنت لهم. Me një mëshirë që Allahu dërgoi në ty, ti ishe i butë me ta. Walau kunte faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Po të ishe ti i vrasht në gjumë, të ishe i ngurt në zemër, pra që njerëzit ti refuzosh të mos kesh atë buzëqeshjen të dhe të tjera, lanfaddu min hawlik, njerëzit do të largoshin nga ti.